Iliri që shpëtoi perandorinë romake. Më 270, Roma është në prag të kolapsit. Perandoria gale kërcënon perëndimin. Në lindje, mbretëresh Zenobia kërkon të shkëputet, duke mohuar Egjiptin, nga ku vjen shumica e grurit dhe bukës. Ndërkohë, kudo po depërtojnë ushtri barbare, duke djegur e plaçkitur qytetet madhështore të Romës. Në fuqi vjen Aurelian. Në vetëm 5 vite, ai shkatron ushtrit barbare dhe bashkon me Romën 2 shtetet rebele, duke shpëtuar perandorinë nga kolapsi. Mëtej, ai forcoi monedhën romake, si të shpërndau ushqime tek të varfrit të qytetit. Vepra më madhështore e tij mbetet muri Aurelian, që mbrojti Romën deri në shekullin e 16. Ky mur mbijetoni plot deri më sot. Aureliani krijoi dhe kultin e diellit, duke deklaruar Sol Invictusin si perëndim i gjithë të tjera, dhe veten e tij si zot dhe udhëheqës i lindur. Për këtë arritje, Iliri Aurelian njihet si Restituor Orbis, rindërtuesi i botës.